Sot në ajo kemi atë që quhet cilësohet gazetarja më e mirë e kulturës në Shqipëri, Elsa Demo. Por çfarë do thot kjo kur nuk kem më ekranin, ku është mediumi jot me audiencën, kur të mbyllin emisionin, kur shteti që duhet të mbaj hapësirën publike për kulturën, vendos të hesht. Për më shumë se 20 vjet Elsa ka qenë zëri kritik i artit dhe kulturës shqiptare. Si gazetare, si kritike, si studiusa, ka shkruar për teatr, film, letërsi, ka drejtuar artes në RTS, njërin nga emisionet e pakta i cili merri seriozisht me kulturën në Shqipëri. Ka botuar libra kritik, ka hartuar antologji, ka ruajtur kujtesën tonë kulturore. Është gjithashtu antare e Federatës Ndërkombëtare të Kritikëve të Filmit. Por pas gjithë kësaj pune, ajo ndodhet pa fronin e saj, pa emisionin, pa platformën institucionale dhe pa burime të qëndrueshme. Në gusht të 2025-s, ajo shkroi një letër publike drejtuar e televizionit shqiptar, e cila ishte një diagnoze ashpër e gjendjes së medias publike dhe situatës së gazetarëve të kulturës në Shqipëri. Letra ngjalli reagime, mbështetje nga kolegë, si dhe heshtje nga institucionet. A ekziston një hapësirë për kritikë artistike serioze në Shqipëri? A e duan shqiptarët kulturën? Dhe çfarë ndodh me ata që guxojnë të mbajnë standarde e të thonë të vërtetën, por mbi të gjitha të refuzojnë amnezinë kolektive? Sot, për këtë kam ftuar Elsën, e cila do flasë në vetë parë me mua dhe për të eksploruar pak më shumë gruan prapa vendimeve të përditshme për të mos u dorëzuar. Faleminderit Selina për ftesën. Edhe për Unë jam e privilegjuar që ti sa 90 vish. E di që është një moment goxha i ngarkuar, mbas gjithë betemi kësaj pune titanike që ke bërë në gazetari dhe në kritik në fakt. Pasi ky është një koncept i cili jo gjithmonë cilësohet. Ka përcimin nga gazetaria tek kritika. Tek kritika si një pikë vështrimi referencial për shoqërinë, mbi të gjitha për artin dhe kulturën. Si është, Elsa, tash në këtë moment për ty, si e fotografon ti veten? Mund të jetë ngarkuar si moment, por është një periudhë shumë krijuese për mua. Në të gjitha forma, mua më pëlqen të lëviz në lloje të ndryshme shkrimesh, nga Po shkrimi, përgjithsisht shkrimi. Nga fiction te dokumentimi, tek publicistika, dhe them që do ta kisha shumë të vështirë po të kisha vetëm një lloj ligjërimi, një lloj zhanri. Dhe shikoj që këtë e manovroj më mirë, kam nevojë të kaloj nga një gjendje në një tjetër, që prapë në thelb ka fjalën, ka përpunimin e mendimit, përpunimin e emocioneve. Asnjëherë pa krijuar shkëputje nga çfarë është jeta e përditshme, çfarë është vendi ku jetoj, Shqipëria, njerëzit rreth rrotull meje, nuk do kishte kuptim që referencat i mbanin vetëm me çfarë na rrethon, po edhe me çfarë ndjemi të afër, apo i rikthem koleksionin filmik të Roselinit, që kinemaja duhet të them është një nga gjërat që më çlodh, më frymëzon shumë, klasikët e kinemas, por edhe kinemaja independente, ata të cilët nuk janë pjesë e studimeve, nuk kanë zë në mainstreamin e diskutimit për kineman, dhe më pëlqen të eksploroj këto, qoftë edhe si zbulimet mia, jo nga që i kam parë të referuara diku. Ka ndodhur në Selanik, në festivalin e Selanikut, para 20 vitesh, kur unë shikoj një film 29 palmat, mos gaboj, i Bruno Dumont. Bruno Dumont sot është një kinemas i shkëlqyer, i kinemas evropiane, botërore. Unë as e kisha idenë kush ishte. Pash të film të tij, mbeta e shokuar nga minimumi i tekstit dhe fuqia e tensionit që ai ndërtonte mes dy personazheve, ku kryefjalë në fakt ishte dhuna. Dhe pash këtë regjisor, Bruno, aty në hall, dhe kisha një hezitim kaq të madh, doja t'i afrohesha dhe t'i thosha, kam parë filmin tënd dhe jam e mrekulluar, dhe nuk e bëra, sepse kisha droje, dhe vite më vonë, kur
unë shikoj që ai fiton kanën me jetën e Jezusit, me filmat të tjerë, deri tani vonë, domethënë. Dhe mu bë qefi që unë kisha arritur një moment, po, kisha arritur të identifikoja një person për cilin nuk kisha indicje, nuk kisha informacion që ishte një person një artist kaq i mirë, domethënë. Kështu që ai sensi kritik, këtu duhet të dalë, që ti përmende më përpara, ka buruar nga dëshira për të vëzhguar, për të qëndruar në heshtje, dhe pastaj për t'i dhënë kohë vetes, për të artikuluar atë që kam parë. Profili jot nuk është një profil i gazetarisë, pra nuk është një profil i raportimit, po është një profil i kritikës mbi veprën, mbi artin, mbi skenën. Dhe shpjegimi që ti bëre mënyrës se si ti e qas o kritikës, fakt shpjegon shumë çka për mua. Shumë çka për gjithë këtë rrugtimin që neve edhe kemi bashkë. Për shumë vitesh, besoj për më shumë se 20 vitesh, që nga rapi që ka qenë te Galeria Art. Ai unë kujtuar. Kur i takuar. Dhe mbaj mend që që është Shtatzan. pas një ark shumë të bukë. Po, kam qenë Shtatzan me Jonin dhe nuk e harroj orët e tëra që ne harxhonim, shpenzonim me njëri tjetrin, duke diskutuar, duke debatuar, dhe një farë diskursi i cili tashmë nuk ekziston më, të paktën për neve, të gjithë janë atomizuar, secili merret me atë kërkimin e vet, me atë punën e vet, por ai rapi që na mblidhet të gjithëve, si nga arti skenik, si nga filmi, si nga piktura. Po edhe kaq oaz nuk ishte, si ishte edhe kaq oaz. Jo, nuk po e romantizoj, por sigurisht ishte një pik kryqëzimi për neve. Ti kujtove një kohë kur kontakti njerëzor ishte shumë i rëndësishëm. Ishte shumë i rëndësishëm. Para disa ditësh takova një profesor, po që njihemi që nga kohët që ti përmende, që nga vitet 2000, është Pjetër Guralumi, personi për cilin po flisja, profesori muzikës violonçelisti. Ai do ndalonte bicikletën, edhe pse ishte me furi, domethënë mes bulevardit, do ndalonte bicikletën, do takoheshim, do shkëmbenim ide, gjërat që mund të, do thënë çfarë po ndoste, si të shkon puna, si shkon kjo, si ecën ajo. Dhe i kujtova pikërisht të gjë që kontakti i drejt për drejt me njerëzit, me burimet në rastin e gazetarit, me artistët, ka qenë themelor në zhvillimin e profesionit tim, e rrugës sime profesionale, e llojit të gazetarisë që është bërë, e njohjes së njerëzve, e njohjes së fenomeneve, të ngjarjeve. Kjo po e quajmë metodë, sepse u bë pjesë e metodës, nuk do të përsëritej më. Kjo është një formë vdekje e avashtë e gazetarisë. Domethënë ka një shkëputje mes gazetarisë së mirë që mund të jetë bërë, nuk ka pasur trashëgimi, nuk ka pasur një përcjellje të më të mirës nga një brez tek tjetri. Për sa kohë kanë funksionuar format tradicionale të bëri gazetari, shtypi i shkruar, dhe ka pasur një lloj vullneti për t'i mbajtur gazetat, për t'i mbajtur revistat, nga ata që ishin pronar editor të fuqishëm, dhe pa i transformuar dhe ata vetë identitetet e tyre. Pra nga editor u bën vetëm ndërtues, nga ndërtues u bën deputet, nga deputet dolën investitor strategjik, po para se të bëhesh investitor strategjik, kaluan nëpër transformimet e krijimit të partive, dolën nga partia mëm, krijuan partitë e vogla, pronar fuqishëm, domethënë, media është shtypi të shkruar, po edhe audiovizual, të cilët sot bashkëjetojnë pra me më të fortin, po, me mëkatin e tyre. Dhe natyrisht këtyre nuk ju intereson të bëjnë gazetari cilësore, kritike, po të bëjnë qoftë edhe një rikthim në kohën e tyre të artë, të modelit më të mirë që kanë pa hajrin që kishin krijuar. Po kanë pa hajrin këtij produkti. Nuk e shikojnë si trashëgimi. Mund të jetë një biznes privat, por që është një pasuri kolektive, një pasuri e përbashkët. Dhe gjithë ky investim nuk mund të ketë jetë gjatësinë e jetës së një njeriu. Hesapet janë bërë keq, janë bërë mbrapsht, janë bërë në mënyrë të ngushtë, hesape personale, të pashqetësuar për shoqërinë, për kulturën të cilës i përkasin.
sinqeriteti shkon bashkë me mosbindjen. Dhe për mua kjo është një thënie e cila të përfaqëson tërësisht në rrugtimin tënd. Dhe çështja është kjo mosbindja jote për të qenë e sinqert. Ka pas kosto të mëdha për të është një gjë më e thjeshtë, e cila nuk duhet identifikuar me sakrificën. Sakrifica, me gjithë respektin për ritualin e sakrificës që i ka mësuar njerëzimi qytetërimeve nëpërmjet mitologjisë, legjendave, se ajo të çon në një njohje më të thellë të botës, të Zotit, të vetes. Po, sakrifica. Por sakrifica ime nuk do të quaj sakrificë, nuk ka sakrificë. Ka disa gjëra që janë shumë të thjeshta dhe shumë njerëzore. Unë të fola që parë për kënaqësinë e të parit, kënaqësinë që të jetë të parit. Dhe pastaj ti të kënaqësi ta kthesh ta bësh aktive. Ta bësh faktor, ta bësh pjesë të punës tënde të përditshme, ta mbash të ndezur. Dhe përveç kësaj, kënaqësisë të parit është dhe diçka tjetër që unë them e kam dashur gjithmonë, ndoshta në mënyrë të vetëvetishme. Refuzimin për të imituar dëshirat e njërit apo të tjetrit. Imitosh dëshirën e njërit dhe tjetrit është një sëmundje e koson. Po. E gjithë njerëzimit. E cila imitimi majmuni është i përjetshëm. Si imitimi i të dëshiruar që të çon se identifikove sa si arrite të identifikosh që ajo që ti doje ishte autentike dhe ishte si e bëre këtë vëzhgimin kaq thellë brenda vetes. Po arrita në përfundimin që ajo që dua unë është autentike. Jo, por nuk më pëlqente kur dikush përballë pra fabrikatin e dëshirave. Ti nuk e do. Po, jo, nuk sepse nuk shikoj asnjë gjë interesante aty. Bukur. Nuk dhe cili ishte rrugtimi kundër kësaj. E para punës për ta diskutuar këtë gjë. Që pse ky person ose ky artist dëshiron këtë gjë e cila është e lirë, është pa kosto shpirtërore, pa kosto mendore, pa kosto reflektimi. Përse bie në këtë nivel? Përse është ky stadi i tij i të menduar dhe i të krijuarit? Dhe komunikuarit. Po. Dhe këtu pastaj kjo të çon në dëshirën për ta njohur tjetrin, cili është formimi i tij, cilat janë leximet e tij, cilat janë dëshirat e tij. Dhe ti e kupton dhe fillon të bësh diferencën mes një krijuesi të mirë dhe një krijuesi i cili pëlqen letargjin, po ka brenda edhe delirimin nga pak dhe mendon që në këtë vendin ton të vogël, ajo që bën ai është e padiskutueshme dhe s'mund të jesh ti një gazetaruce që t'ia vësh në diskutim atij atë gjë. Vënia në diskutim e gjërave. Që vjen nga një dëshirë, nga dëshira për ta njohur tjetrin, momentin që ti vihesh në këtë kërkesë llogarie, në thonjza, përballë tjetrit, atëherë ti rrit edhe pretendimin për komunitetin artistik, për ta sfiduar veten, për të krijuar më mirë, për ta vënë në dyshim atë gjë që ai krijon. Ka në Shqipëri art politik? Patjetër. Politik është ai art i cili vë në diskutim të përditshme. Qoftë kjo jo kur vë në diskutim një realitet politik, po edhe një realitet shihesh. Është politik sepse ti ke brenda ta bësh politik artin do të thotë të vësh në dyshim status quo, të vësh në dyshim atë që ka ardhur para teje dhe patjetër të jetosh edhe me frikën për të ardhmen. Pra të jetosh edhe me frikën e cilësisë e asaj që ti bën. Por jo në momentin kur e krijon gjën. Pra sa më i vërtet të jetë krijuesi, të jetë njeriu, në momentin që e prodhon diçka, aq më shumë ka garanci në sinqeritetin edhe në vlerën e asaj që ai do të bëjë. Nëse frikrat vijnë pas kësaj është çështje tjetër. Pra ngjizja nuk duhet të jetë me frikë.
Ngjizja duhet të jetë Se është e korruptuar. ngjizja duhet të jetë në një gjendje zjarri të pastër, domethënë purifikimi. Trascendentale. Po. Si e shikon skenën e pavarur në Shqipëri, si e shikon artin, kulturën, si e fotografon ti këtë moment, të dhënë në të cilën ne ndodhemi? Momentin ku ndodhemi. Nuk mund ta marrësh të izoluar, sepse duhet parë nga ka ardhur kjo gjendje, pra ta shikosh të relatuar me çfarë ka ardhur, me çfarë ka ardhur më përpara. Çfarë kemi trashëguar nga e kaluara e afërt. Nga ato lloj politikash të cilat deshën të krijojnë hapësira potenciale të pavarura dhe përse sot ka ngecur ky vullnet, kjo dëshirë që artistët duan të jenë pavarur, sepse shikojnë që kjo është etike për artin e tyre dhe nuk mundem. Unë kam në duar një seri shkrimesh që ka të bëjë pikërisht me aktivitetin e pavarur teatror. Nga fillimi i viteve 90 deri nga 2005-2010, pra 2 dekadat e postkomunizmit dhe tranzicionit. Dhe është një pamje mjaft interesante për të kuptuar se si kanë vepruar individët, si kanë vepruar grupet, individët bashk, cila ka qenë pozita e institucioneve, e bizneseve, e fondacioneve, si ka qenë shkëmbimi kulturor, domethënë brenda dhe jashtë, se ka qenë kaq i dobët, përse këto grupe që u krijuan midis 95-s dhe 2002-shit nuk jetuan në ato formë, përse ju besua politikës e cila ju hodhi një kock dhe ju tha ju tani do t'jeni pionierët e tregut, pionierët në tregun e lirë, domethënë. Dhe e la rrugës, e la pa ligje, e la pa para, e la pa hapësira. Sabina, ne jemi një vend i shpërdoruar, i keq përdorur në burimet njerëzore, në burimet krijuese. E duan shqiptarët artin, Nelsa? Unë kam që të duash, duhet kuptosh. Dhe që të kuptosh, duhet të kesh një klim, duhet të kesh një hapësirë ku njerëzit që mendojnë, njerëzit që krijojnë, njerëzit që artikulojnë, të jenë bashk, jo për të rënë dakord, por të jenë aty në hapësirat e tyre, që ti thonë gjërat, ajo gjë që nuk shkon, ajo gjë që duhet përmirësuar dhe duhet çuar përpara. Dhe është kjo formë që kur del në hapësirën publike, i ndihmon njerëzit edhe ta kuptojnë rëndësinë e kulturës, edhe rëndësinë e artit, edhe bukurinë e pafundme të artit. Po edhe shumëtinë në emër të artit. Në emër të artit. Po çfarë mungon? Domethënë, dakord, jemi duke konstatuar dhe themi pesha specifike ku qëndron. Mungon forma edukative, forma menaxheriale, vullneti, forma e studimit dhe kritikës, të gjitha këto të cilat duhet të mësohen, të edukohen në faza të ndryshme të sistemit arsimor. Dashuria për teatrin, dashuria për kineman duhet fillojnë, për letërsinë patjetër duhet fillojnë që në fillore. Dhe deri në universitet ku ti të dish, ta mësosh aty se si shkruhet për kineman, se si shkruhet për teatrin. Sabina, kam parë diplomat studentëve me këtë rast, qëllimin e këtij seriali shkrimesh që po bëj për teatrin. Studentët e arteve nuk din të shkruajnë shqip. Analfabet funksional. Nuk din të shkruajnë shqip, nuk din të artikulojnë një mendim për një shfaqje teatri. Dhe sot i ke aktor, sot i ke duke u përpjekur të bëjnë filma. Nga një kampion prej 20 diplomash që unë kam lexuar nga viti 2000 dhe deri sot, më bën që të arrij në këtë konkluzion. Unë me fjalën e shkrimin kritik, me studimin, hulumtimin, shkolla jonë e ka 0. Flasim pak për kineman, Nelsa. Ajo që më intereson të di nga ty është ndërmjet këtij krijuesit në realizmin socialist dhe këtij krijuesit sot që përpiqet të mbijetojë dhe përpiqet të ekzistojë në një treg të tmerrshëm, shumë konkurrues. Çfarë mendimi ke ti ndërmjet këtyre dy krijuesve në dy epoka të ndryshme? Që nuk ndodhi një kapërcim gradual dhe i shëndetshëm mes asaj që duhej falur dhe asaj falur, po,
mes asaj që duhej falur, pra dominoi hakmarrja, që çdo gjë që ka qenë duhet zëruar. Po nuk është zëruar, se e kemi prezent në të gjitha televizionet? Po mund të jetë prezent, po nuk është prezent në formën që do duhej të ishte prezent. Ajo glon, rezonon, edhe sot e kësaj. Pra, u harruan gjëra që nuk duheshin harruar. Kalimin që shoqëria jon pati nga një regjim në tjetrin. Në rastin e Kinemas, kjo ndodhi jo vetëm me trashëgimin shpirtërore, pra me filmat që janë një trashëgimi shpirtërore, po edhe me trashëgimin materiale. Shkatrove kino studio, shkatrove mundësinë e studiove të vogla private të filmave që të kenë vazhdimsi dhe të mos e ndjejnë kaq rënd tranzicione, nuk pati kur fare politike për këtë gjë, po përkundrazi, ju adhe medjave, u adhe televizioneve, të cilat e shfrytzuan në mënyrë më të turshme pikërisht trashëgimin shpirtëror. I vodhën tokën, i morën tokën për 2 grosh dhe bëre që pronësia intelektuale të tingëllojë sot si një gjë e neveritshme, të cilën nga cila duhet shkëputemi njëherë më parë. Që duhet bëj kryesi i Kinemas në Shqipëri, Elsa, për ty? Nuk bëhen individualisht, Samina. Nuk mundet që Ministria e Kulturës dhe Qendra e Filmit të shpalli një super projekt për kinemat dhe të mos ketë kur fare investimi tek shkolla e filmit, sepse gjëra duhen parë duhet jenë në fuzion, duhet që të gjithë ata që janë aktorë në këtë shoqëri të bien dakord për disa gjëra. Ai që përgatitet në universitet dhe që është kineas i jashtëm duhet të ketë kushte maksimale, duhet të ketë kurrikula të shkëlqyera, duhet të ketë një staf profesorësh të shkëlqyer, literaturë fjalës së fundit, mjetet ku ai të prodhojë, nuk di të ketë ftuar ndonjëherë ndonjë pedagog të shkëlqyer nga jashtë apo ndonjë kritik shumë të mirë dhe të flasi për gjërat e kinemas. Pra, sistemi i edukimit është për tokë. Dhe marrëdhënia me shtëpitë filmike, me qendrën kombëtare të kinematografisë, pra secili punon e sapt të vet. Nuk janë forca të bashkuara. Dhe nëse nuk e bën këtë, ai që është lider për të bërë politikat kulturore në fushën e kinemas, kush do ta bëjë? Ja reaguat ju me peticione, po nuk zgjidhet kjo gjë me peticione. Nuk zgjidhen problemet e shoqërisë me peticione. Peticione për të ndihmuar një person që po vdes nga kanceri, peticion për të ndihmuar dikë që është dënuar në mënyrë të padrejtë, peticione edhe për Erion Velia, nuk e zgjidh problemin e shoqërisë forma e peticionit. Tregon qartësisht që shoqëria Peticioni, unë them që individët duhet të ushtrojnë fuqinë e fjalës, autoritetin e tyre krijues nëpërmjet forcës argumentit, forcës së fjalës, të ushtrojë presion tek ato institucione, tek ata njerëz me pushtet të cilët kanë në dorë për të bërë politika kulturore. Aktualisht është duke u bërë strategjia e artit dhe kulturës 2026-2031. Nuk zgjidhen me strategji, Sabina. Fokusi kryesor i strategjisë do jetë industria kreative, ekonomia krijuese. Këto janë moda të neoliberalizmit, modat cilat perëndimi ka ja 35 vjet që i ka eksploruar dhe i ka kthyer në fitime maramense për ekonominë e vendeve përkatëse, vendeve të tyre, kanë parasysh Anglinë. Edhe kjo formë, pra, e ngritjes në kulp për atë industrive krijuese, është shumë e diskutueshme për ato që është identiteti i kulturës së një vendi, për ato që është kultura e konsumit, kështu që ne po aspirojmë diçka të cilën bota tashmë e vën në diskutim. Unë ju besoj hapave të vegjël, hapave njerëzore, që fillon nga bashkimi i forcave, dhe jo nga mbledhja e 2 njerëzve që mendojnë një lloj, e 5 njerëzve që mendojnë një lloj, dhe ndërtojnë një dokument imitacion i cili nuk ndërton asgjë në bazë. Platformat janë ca tenda të cilat qeveria i do për bilance. A janë buxhetet e rëndësishme kur vjen puna për artin dhe kulturën? Dhe sa është e aftë arti dhe kultura këtë buxhet të investuar, t'ja kthej shoqërisë në një kualitet tjetër apo qoftë edhe në investim? Po të shikosh se si kanë vepruar vendet e tjera, Rumania dhe Bullgaria,
e shikon që nuk e kanë sulmuar pronën publike dhe pasurinë publike siç e kemi sulmuar ne dhe shkatëruar. Pra jemi ndryshe. Kur flas për teatrin e pavarur, këto vende e kanë ndihmuar me hapësira publike. Me skena ju kanë thënë merrini pa qera, përdorini, Shfrytëzojeni, prodhoni. kurse këtu për të dhënë një shfaqje, ti duhet marrësh me qira një sallë, me që po diskutoje financat edhe buxhetet. Ti duhet marrësh me qira një sallë 900.000 lekë për 2 orë. Për sa biletat shitura? Duhet të bësh një gjë për të zgërdhir, për të zgërlajur njerëzit, për të shitur bileta, që ti të nxjerrësh shpenzimet edhe koston e prodhimit të një shfaqje teatrore. Me një kompani që endet rrugëve si një varfanjake, nëse mund ta quajmë kompani. Kështu që përse nuk ndryshon Ministria e Kulturës? Në këtë rast, i ke dëgjuar parqet, hapësirat në administrim të ushtrisë, të Ministrisë së Brendshme, të ushtrisë së Shqipërisë, për të bërë parqe arti, domethënë një fantazmagori, Është utopi. një fantazmagori që nuk konfirmon me nevojat e realitetit. Vazhdon, është një kapriço e radhës, nuk është një realitet që i përgjigjet nevojave. Absolutisht jo. Ato që janë kompani private të vogla që kanë nevojë për këto hapësira, nuk kanë nevojë të shkojnë në Shkoz, në Mullet, në Sauk apo kudo tjetër, sepse është e pamundur, nuk funksionon kështu logjika e shfrytëzimit domethënë të burimeve. Mendoj që nëse krijuesi, që është një qenie e zëshme, është një qenie që di të artikulojë mirë veten, nuk ka arritur të ketë një vizion të përbashkët për sa i përket asaj që do që të jetë ardhmja e kulturës së një vendi, dhe të gjejë një kohezion, dhe të gjejë një rezonancë, dhe të gjejë një pikë takimi me të gjithë të ngjashmet, dhe të dalë dhe të artikulojë këtë dhe duke bërë presion politikave, ministrave, institucioneve, kryeministrit, unë jam e bindur që nëse do kishte një bashkësi mendimi, e cila sigurisht që shkon kundër natyrës së krijuesit i cili është individualist, dhe këtu kam përshtypjen që fillon edhe vetë konflikti, por kur vjen për të mirën e përbashkët, unë kam përshtypjen që të gjithë duhet ta gjejnë një vizion. Pra Sabina, nuk është vetëm çështje parash. Okej, e mora. Sepse hapësirat për shembull, po gëlltisin më shumë para, krijimi i hapësirave të reja, e infrastrukturës së re, po gëlltit më shumë para nga çdo duhej të ndihmoje iniciativat e lira. Janë miliona euro për këto kapanone, por qoftë edhe për turbinën, pra më shumë kosto të ka shkaktuar shkatërimi dhe deformimi, se sa mëkëmbja, rindërtimi, përtëritja, rilindja. Falenderoj, Elsa. Faleminderit edhe ti, e shikoj që je shumë e interesuar për ta dëgjuar tjetrin dhe për t'ju dhënë një mundësi grave dhe vajzave, pavarësisht se nuk më pëlqen shumë ta shikoj këtë ndarjen, ky diskutimi në sferën gjinore më duket, nuk duhet i përkas, nuk duhet jam. Por mbledhja, bërja bashk dhe vënia në dukje e gjërave që nuk shkojnë, po edhe gjërave të mira që mund të bëhen duke u bashkuar, është diçka për cilën të falenderoj.